Është mbajtur sot tërheqës diskutimi nga Fakulteti I Edukimit të Universitetit Fëmijë Agani në bashkëpunim me Drejtorinë e Arsimit në Gjakov me temën Sfidat e mësimdhënies para dhe pas luftës dhe demonstratat e viteve të 10-ta. Të pranishëm ishin edhe veteranë të arsimit, profesor dhe zyrtar institucional. Profesoresha Sindorela Doli Kryeziu tha se pavarësisht sfidave që veteranët e arsimit patën, ata ja dolën. Sa me burgime, me vajtje, me mos pagesa, me gjitha ato sfida të cilat e vazhduat në një gjendje të jashtëzakonshme që ne sot jemi këtu. E veterani e arsimit Ganimeti Canhasi tregoi për përkushtimin e saj në arsim për 46 vjet si mësuese dhe edukatore. 26 vjet punë në arsim. E kom dasht punën, se e kom zgjedh me plot dëshirë profesionin tim. Sidomos me fëmijët e vegjël, kom pas pak vështirësi, sepse ata vinin nga shtëpia, ndashin nga familja, nga nëna, po unë me atë mundin të me përpjekjet e mia, me dashamirësinë time, ju mundu me ra nivel fëmijëve, ju plotësu çdo dëshirë, edhe me ju bo sa më të dashur ardhjen aty në kopsht. Shefi I Drejtorisë së Arsimit Zymber Berisha tha se veteranët e arsimit ishin udhërrëfyesit kombëtar për ndërtimin e vendit. Duke parë edhe kontributin e profesorëve dhe profesoresave, të cilët në atë kohë kur unë isha nxënës dhe student, ishin kushte shumë të vështira. Shfrytëzoj rastin që përshëndes përzemërsisht profesor Muhamet Kugovën dhe profesor Petidashin. Gjithashtu edhe ju gjithë mësimdhënësve të asaj kohë, shfrytëzoj rastin që ju tregoj këtyre studentëve se udhërrëfyesit emocional, institucional dhe kombëtar për ndërtimin e shtetit të Kosovës ishin këta njerëz dhe gjithë kolegët e tyre të kohës, që ne si student pastaj u organizu historinë e dinit gjithë deri në ditët e çlirimit të Kosovës. Ndërsa Elma Hoda, kryetare e Parlamentit Studentor të Universitetit Fëmijë Agani në Gjakov, tha se mësimdhënësit kanë qenë simbol I qëndrejtëses dhe shpresës. Dia ka qenë gjithmonë forca jonë më e madhe. Ajo na ka mbajtur të bashkuar dhe na ka udhëhequr drejt një të ardhme më të mirë. Mësimdhënësit tanë nuk kanë qenë vetëm udhëzues të dijes, por edhe simbol I qëndrejtëses dhe shpresës. Në çdo kohë sfidat e arsimit kanë ndryshuar, por asnjëherë nuk kanë mbaruar. Dikur mungonin shkollat dhe librat, sot kërkojmë cilësi më të lartë dhe më shumë mundësi për të rinjtë tonë. Dikur luftonin për të mësuar, sot luftojnë për të përparuar dhe për të qenë konkurrues me botën. Takimi ishte I hapur dhe për të pranishmit. Në fund u falendëruan dhe veteranët e arsimit për punën e palodhur në mësimdhënie ndër vite.